Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Para se të nis ky program, dua të bëj një falënderim të veçantë. Faleminderit të gjithë ju që na ndiqni, faleminderit ju që na suportoni dhe faleminderit ju që keni qenë mbështetës që nga episodi i parë në vijim. Ju premtoj që Vibe do të ketë shumë gjëra të bukura dhe interesante. I ftuari i parë është një muzikant, por jo si të gjithë të tjerët. Ai është një artist që nuk e prek skenën, por del përballë publikut direkt me një boks dhe mikrofon në dorë. Ai do na flas pak për fillimet, jetën si këngëtar rruge, emocionet, sfidat dhe të gjithë sakrificat që ka bërë për këtë rrugtim. Ai është Bardi. Bardi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe Bardi, jam shumë e lumtur që të kam. Atëherë unë doja të di se si nisi pasioni, si nisen fillimet e tua në muzikë. Fillimet e mia kanë nisë në 2014 që kam qenë më spori, si kam shkuar në Francë. Edhe atje ja kam nisë, në fakt. Kam pa njerëz që bojnë muzikë kështu, edhe më ka pëlqyer, edhe ja kam nisë. Atje në fakt kam pas shumë gjana, shumë vegla, më thënë drejt. Kam pas gjana këtë thjeshta, e ja kam nisë. Pastaj më detyruan rrethana gjanat që më ndodhin probleme familjare, detyruam më ardh, erdha këtu në Shqipëri. Edhe kisha bën ca leka në Francë, se normal kam ne gati 2 vjet. Erdha këtu bleva ca gjana si desha vetëm i ble. Boksi dhe mikrofoni. Do gjana të tjera prapë të shtëpia. Se i kam pas prindit i kam vjetër, baba më ka vdek, po. Nanën e kam halo, edhe i po ta sistemoj shtëpinë din. Ca gjana që u dashin, materiale edhe shumë mirë. Pastaj bleva këto veglat e muzikës, mikrofon në gjana kështu. Edhe ja nisa avash. Faktikisht fillimet kanë qenë shumë vështira. Unë kur dalsha para njerëzve për shembull në rrugë, kur arshi njerëzit më shikoshin që drejt për drejt në sy, unë kthesha kokën si një antan. E kthesha kokën sepse smuisha mi po njerëzit në sy. Kurse tash për shembull nuk kam problem fare, nuk më përshtypje njerëzit duken në lloj. Se unë kam pas kënu më përpara në shkollë, kam pas kënu në festivale të fëmijësh, po e kisha atë emocionin, kisha turp. Kurse sot për shembull nuk kam fare turp për këtë pjesë baj. E di se i ditë punë e xherri, në punë time jam, nuk kam punë me kan, ama ka shumë probleme gjatë kohës se unë, si thënë, këndoj, interpretoj në rrugë, ka shumë lloj rrëpsh për shembull që të bezdisin, e bone, e ktheve, adin, sikur kanë shqiptarët, si kanë ato. Të gjithë. Para gjykime. Shprejet në përgjithësi, po. Ose kur bëjmë muzikë tuja, o bane ti me kënu anglisht, o bane ti me kënu gërësisht. Pavarësisht se gërësi kam nej 4 vjet edhe normal se kam mësuar diçka. Edhe gërësisht e zotëri deri ku mirë. Si ndihesh ti kur njerëzit të paragjykojnë, si përballon paragjykimet? Unë nuk e në fjalëve nuk e veshin. Ama vetëm po më marr direkt për shkak më marr dikush afër ose tani rrobje na gjithë kena mishë zak si thonë fjalë. Kur vjen dikush afër edhe të ndajtohet direkt mua për shembull si person, a unë reagoj, pa e noli muzikën e them çfarë ke, çfarë problemi ke? Çat kam xhabërs. Kush ka qenë personi i parë që të ka mbështetur në gjithë të rrugtim tëndin? Nuk kam me thonë drejtë, nuk të kam mbështetur askush. Nuk kam asë lloj njëri, nuk ashtë se më ka thonë kush bane, ose më ka shty, thjesht më ka shty kurioziteti që kam po jo shtetit edhe kam po që edhe policia i mërën. Mu në Paris kam nisë mas bori, bile sa konë greke kur i këndoj, më kujtot Parisja, se ato ja kam nisë mas bori, kam këndu dhe pjesë greke. Edhe kam po, jam nalu policia, më kanë bo video, më kanë bo dhe foto, edhe tha, për dojnë momentin që ti kush prej këtujt, na nuk lëvizim për këtë, na do rrim. Më tha, mu sa do rrish, thash do të rri vetëm i gjësure. Sa tja kësho për shembull, e zonën një vend me ba muzikë, aty të lanë, thëjnë, sa do rrish, kash, gjësure. Nëse te e te prën, kalën i gjësure, ose ma shumë, ata nuk pysin ma, ata vinet marrën me gjithë vegla dhe me qatë kesh, ata nuk e kanë preme, për shembull. Kurse këto në Shqipëri, këto thëjnë vetëm, hes, largo, se ku me qanë të i thonë, se me qanë të i bërtit, sa themon, se ku bërtit një kafshë, si thë, hajt, kupten.
Ti the që të kanë ngacmuar në rrugë, të kanë paragjykuar, të kanë gjykuar, po unë jam shumë kurioze, vajza të nga ngacmuar kur ke kënduar sepse ju ka pëlqyer se si ti performon, se si ti këndon. Po, ka pas, normal se dash rëbje. Je dashuar ndonjëherë me një vajzë që të ka ngacmuar? Apo s'ke krijuar gjë ndonjëherë? Nuk kam rrallë, më thonë bashkëmarrë, se jam tip që nuk e vres menjen shumë për gjona, prandaj edhe e kam pak vështirë me rrallë, se duhet me pas mu njoft shumë kohë me një person që unë vërtet ta dua dhe bimër. Do me thënë ti je tip që nuk dashuron. Pra kolla jo. Po çfarë kriterësh duhet ketë ajo vajzë që ti ta duash dhe të bëj që ti ta dashurosh? Unë si pjesë parë kam qef që ajo tjetë rëbi i sinqert, një gjoje për diçka që i thamë që ti kena gjonat e përbashkëta. Edhe ta doje muzikën, ta doje artin, tjetër artist. Do doje një vajzë që të dalë të këndoj me ty në rrugë? Po pse jo, nëse ajo si ka mundësit për shembull me ma dhoni dur mu për shembull na me performu në për skena, çfarë keq e ka, gjithë bota kanë kënduar për rrugë. Pse Ed Sheeran është një shembull shumë e mirë se di këtë bota që ai e ka performuar më sport në rrugë, ka performuar dhe ka dalë një nga më të mirët e botës. Je dashuar ndonjëherë ti bardhi? Po normal se po dihet. E don akoma? Tash ka performuar çdo gjë, po tham normal, kam dash një person e kam dash, po thuaj se tash dashuritë e sot janë se thon kalimtar, edhe nuk dashurojnë njerëzit kas as thell për shembull, vetëm nësur ka qenë dikur me shikim parë ose njoftë një vajzë dhe direkt më dashuru. Do me thënë ti sot nuk beson të dashuria me shikim të parë? Pak. Pak, ë? Shumë pak. Së fundmi nuk të ka ndodhur që të dashurosh me shikim të parë? Ja. U bon shumë kohës. Fare. Çfarë profesioni do ta kishe të dashuran? Ose partnerin e jetës? Po thash pra, thjesht ta doje artin, tjetë ajo e kësaj fushë, ta pëlqeje muzikën, të pëlqeje çdo gjë që për këtë arti, për shembull, humor, çdo gjë din. Tjetë artiste, a? Po, tjetë artist. Okej, ti performon në rrugë. Ke menduar ndonjëherë të performosh në koncert? E ke ëndër, dhe sa e vështirë është sot që një artist... Edhe kam performuar në koncert. Ku ke performuar? Bon shumë vite, kam pas këndu me një vend në Korç, po ka shumë vite, ka qenë një koncert i vogël. Kam performuar, por nuk ka se kam dalë, më thonë, jem publikuar, a bani video diçka. Normal se kam kënu, dhe në përvene ku ka pas orkestra, dasma të mdhoja. Po atëherë ka qenë tjetër ku s'e marr kush me kamera, me gjana. Po sot shumë vite. Ke dëshirë të performosh nëpër koncerte? Normal si gjithë tjerët, po derisa të arrish atë duhet punosh fort që të arrish që të kapësh koncertet për shembull, edhe ti je i sakt në atë punë që bën. Se rruga e ka ata të vetën, për shembull, në rrugë performon, nuk them se nuk performon, po nuk mund performosh, sikur performon në skenë që je me pajisje të tjera, ke kthyesa, ke vene ka kufje në veshën e gjënë ritmin e kap vin melodike, futesh intonosh siç duhet, kurse në rrugë ta merr ambienti. Po. Ka ca vene që mund të ketë akustik, pa ma gjithkund është e vështirë rruga, muzika rrugës. Ti ke performuar pothuajse kudo në qytetet e Shqipërisë. Po i pjesë qyteteve, jo bashkë. Ku qytet të ka lënë më shumë mbresa? Qyteti se e du ma shumë edhe gjithë më dojnë, është Shkodra. Në Shkodra ku shkoj, më thonë, gjithë më respektojnë. Fiton më shumë lek në Shkodër? Fitoj më shumë lek edhe... Sa lek ke fituar në Shkodër? Po, në fakt, si kam nëmëru një herë, për shembull, në ditë se sa fitoj. Unë bëj bilans mujt, për shembull, me kap pa llogaritur shpenzime gjana, me kapi rreth 1 milion lek, për shembull, ose 800, 900. Me kapi rrugë që, për shembull, se këtu në Shqipëri nuk ke rrugë në 1.600.000 lek, për shembull, një rrugë thjesht 600-700.000 lek. Edhe kur kam bëj farë llogariun që ta kapi një farë rrugë, se mos kem nevojë, mos jem, po tham, mi shërby dikuj tjetër, me qenë shërpturi dikuj tjetër. Ata gjithmonë kam menu, për shembull, që unë, ma mirë të kemi punë të emen, 5 lek, sa
e restoranin, se jam thot jeti. Sa do të punojsh të jeti presë prapë nuk është i kënaqshëm. Po. Sa fiton në fund të muajit? Po, thash, po, rreth 1 milion lek mund të kapi plus minus, edhe se ka ditë se nuk hes. Për shembull sot kam një gati 4-5 orë të performu, kam dalë herën plazh, herë të pjesa rrugë, se nuk ka pas as lëvizje njerëzish, s'ka pas. Domethënë sot ka qenë dita jote më e keqe. Preferenca. Ose sa ke fituar sot? A mund të kem fitu 20.000 lek, 30.000 lek, po nuk e quj ditë keqe, unë e quj ditë punët një lloj, sepse kam dalë te puna, unë e kam lë veten, si fitova, si s'fitova. Çdo punë që është që mirësh me muzikë, art, edhe as kur tregtia, as ti begjozi kjo. Sot fiton, nesër hum, nuk e diet. Se. Bardhi, unë dua të di se cila është ëndra jote më e madhe. Për ëndra e vetmja gjë që më shumë se do është muzika, edhe pse jo një ditë bam edhe taktrej, edhe të bam edhe mirëm edhe me humor, se më pëlqejnë shumë videot kreative, videot humoristike, për shembull emitoj Behar Merën, Ceken, shumë artistë të tjerë të Shkodrës. Do na imitosh pak? Do një tani? Po më vjen Cekja. Aman, qa kam bërë? Që e ke dhe aktor ti kështu? Më pëlqen. Jem e dhonëm. Po me ndonjë artist shqiptar me këtë bashkëpunoje? Me artist shqiptar, unë u bon shumë vite, nuk e maj men fix datën, po dikur kam pas shkrujt 2 tunit. Edhe kam pas atëherë, po të pas, se po ta kam parë për i gërësie, kam pas edhe leks, kam pas punu mirë anej. Qa ke pas punu? Kam pas punu nërtim me vlezit, se unë jam vete 5 vla, këna pas tip firmë nërtimi, këna pas mash në shpija gjana me bo. Edhe kisha lek atëherë, po erdhen gjana që është normal, probleme familjare. Këna pas, dhe më thonë, në kanë nëro zona trona, se në kanë nëro shumë vdekje, gjona, dhe s'kena pëse mi përmenë që... Edhe i ke shkrujt 2 tonit. Edhe i kam pas shkrujt 2 tonit, se më pëlqeka si këngëtar, e kish në shef këtë si familje në ata. Edhe i po ta shkrujt, më thash jem te bo për mi shkrujt, thash jem te i dënja 5.000 euro, jem te logarit, thash ta bëjmë i klip bashk. E kisha logarit sak, më jedhan 5.000 euro ati. Për ishte, dhe më thonë, mund kem qenë 24 vjesë atëherë. Edhe i kam shkrujt, s'ma ka kthej përzigje fare. Te Instagramim duke t'im shkrujta në Facebook. Nuk të ktheu, do me thë. Yes. Po sot, e ke akoma ëndër të bashkëpunosh me 2 tonin? Pse jo, me ba një bashkëpunim diska ai hip-hop, është më lonë të lava, ose unë i kam qef muzikë të tia, edhe ka një herë performoj nga që më tërhekun. Cila muzikë 2 tonit të pëlqen më shumë? Vetëmja kongë që më ka pëlqy gjithmonë edhe një gjë, edhe pse është e vjetër, Krenohu, edhe tjerat. Na e këndoj njërën nga këto tani. Krenohu me qëto që ti iki, se tjerat kanë me ar vet, për di kanë një shumë me rëndësi, e për di kanë ti ki me med vet. Krenohu me qëto që ti iki, se tjerat kanë me ar vet, e për di kanë një shumë me rëndësi, e për di kanë ti ki me med vet. Familja jo të krenot me ty, problemi jem shpinën mos me jo këty, dikosh dan, gjithka për ty e ban, ti e personi që dikon emocionan. Bravo! Do me thënë ti nuk që ke vetëm zhanër popular, po ta lava din të këndosh? Po, di. Haj herë. E ka dal aman, ja kam nis me knue, ja kam nis me knue, hajde për klea kicen, hajde, mju disponue, mju disponue, tararan, 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 tararan. Hajde klea, hajde, bastja marim kanges, bastja marim kanges, hajde leta kalim, me këtë flat të mramjes, në këtë flat të mramjes, janë bashku, hajde, veri u bashk, hajde mori klea, s'bashku krejt me kale, s'bashku krejt me kale. Ndërët.
Ua, ky ishte, domethënë kjo ishte speciale për mua, përshëndetje speciale për mua. Sa e bukur, më ke emocionuar, tani nuk di çfarë të them. Bravo, bardhë je i talentuar në vërtet. Faleminderit. Ti do jesh personi i parë që do ftohesh në dasmën time për të performuar. Ta jap këtu llav burrash live në emision. Okej, po do ma djegosh fare, mama, okej. Tani, ne kemi një rubrik që ti do të zgjedhësh për 3 sekonda. Rrugë apo sken? Unë preferoj të dyja. Edhe sken, edhe në rrugë. Se pastia nom, pasioni me profesionin kanë shumë distancë, kanë shtëpiat shumë larg, edhe pa pas pasion nuk mundesh me kthyesh në profesion. Kënga që të përshkruan? Që më përshkruan? Nuk ta fal. Kush e këndon këtë? Dhe Shkëmbini Smali. Artisti i preferuar? Kam shumë këngëtarë. Një? Bashkë preferum, se do më thonë e pëlqej shumë edhe një gjej shumë këngët e ti. Alban Skënderaj, Elita 5, Fisniket, ka se të dush. Publik i madh apo pak njerëz që të dëgjojnë me zemër? Publik i madh. Kafe apo çaj? Të dyja. Bjonda apo Bruna? Të dyja. Njëra. Si të dyja? Si Bjonda apo Bruna? Si e do pra? Gocat. Gocat. Se të qëllojnë në varet se kush ta merr. Dali ku dali, ë? Ta merr zemrën. Deri tani kush ta ka marrë zemrën, Bjonda apo Bruna? Bjondet më shumë. Nga se jam edhe vetë Bjond. Ka hi flokësh. Deta apo mal? Ditë. Dita apo nat? Ditë. Një fjalë për muzikën? Muzika flet më shumë se fjala. 3 fjalë për veten. I thjesht, emocional, pak i mërojtë më din, si i distancom. Tani unë dua dhe një këngë të fundit. E dhe bëjmë diçka greke nëse ju pëlqen. Greke dhe një shqiptare. Okej. Na ksere stavradja posmison, pu me ti morun, pu se kokasi, Θέλω να σε δω το ομολογώ, άλλη τέτοια νύχτας μην περάσει. Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις. Πες πως δεν τέλειωσαν όσα ήσαν για μας. Tani një shqiptare. Po ti qaj hallet, e po të pysti o shoku im, a e ke pa, ashtë e bukur si s'ka qen, më thuj të lutem, më kalzo krejt qka din për të, mi te go gjitha, ashtë e lumtur, me atë që jetën po kalon. Zemra sa e don, ti nuk e imaginon. Zemra sa e don, ti nuk e imaginon. Ma don trupi, ma do shpirti, është e mirë, ajo zemrën e ma kputi. Bardhi ishte kënaqësi. Falenderoj shumë që erdhe dhe të uroj shumë sukses. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen. Në lidhje direkte jemi me Edmond Murra, i cili do flasim pak për botën e iluzionit, eksperiencat dhe historitë që kanë zgjedhur me shumë kurreshje te publiku. Edmond, përshëndetje dhe mirë se erdha.
Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë unë dua ta nisi pikërisht me pyetjen që të gjithë kanë një pikë pyetje dhe nuk e dinë. Kush është Edmond Murraj? Atëherë, unë jam nga Llakatuni i Vlorës, por i rritur në Tiranë. Aty bëra 8 vjeçaren, shkollën e mesme, liceun artistik për degën e pikturës dhe më pas kalova në Akademinë e Arteve për degën e kulturës. Por në shkollën e mesme në vitin e dytë, unë bëja numra specie me që isha dhe konviktor në liceu artistik të Rruga Elbasanit, bëja numra specie në mbrëmjet e dëfrimit në shkollë. Dhe shpesher veja më aktivizonte dhe Kosta Kamberi me estradën e Tiranës në 84, 85, 86 si i ftuar. Ndërkohë, për herë të parë unë dola në televizionin shqiptar, në vitin e dytë në liceu artistik, në shkollë të mesme, ishte emisioni Takim me talentet e rinj. Me që televizioni ishte ngjitur me liceun artistik, veja shpesh herë, që atëherë. Kështu që filloi jeta, unë isha nxënës për degën e pikturës në liceu artistik. E mbarova 4 vjeçaren, mora diplomën, por ndërkohë unë aktivizohesha me estradën e Tiranës si dhe me televizionin. Edhe kur kalova në shkollën e lartë, në Akademinë e Arteve, përsëri unë merja pjesë pra me estradën e Tiranës. Kështu që u hapën kufit, pastaj kalova në Athinë. Aty jetova 28 vite, okej. Kam një gamë të gjerë, në 28 vite kam bërë 1400 shfaqje, statistikisht në Athinë dhe në gjithë Greqinë, në ishull e Greqisë, duke bërë më tepër children party, pra veja në shtëpitë e familjeve greke, me rastin e ditëlindjes së fëmijëve, unë bëja një orë program Magic Show. Kështu që të premte të shtunë të diel, javë për javë, muaj për muaj, me vite të tëra, unë kisha zyrën time në Athinë, pra aktivitetin tim. Bëja shfaqje, jepja shfaqje edhe në televizion, Mega Antena Star, shpesher bënim shfaqje, jepja shfaqje edhe në disko klub, në teatr, kudo, po kryesisht edhe për vitin e ri, sa herë që vinin artist dhe këngëtar të njohur nga Shqipëria dhe bënin koncert në Athinë, unë isha i ftuar, gjithmonë, ishte kënaqësi. Ndërkohë nuk i humbisja kontaktet edhe me televizionin shqiptare, vija shpesh herë në Tiranë për spektakle të ndryshme, merja pjesë flas. Tani unë kam 6 vjet që ika nga Greqia dhe kalova në Angli për një jetë më të mirë. Vajta në dhjetor të 18-s. Në 19 u fut Covid-19, që i themi neve, kështu që aty ngela në Angli, në fillim fare si çike vështirë dhe sa mora veten. Jetova 6 vjet në Angli, po nga Anglia kam një vit që kam ikur, u ktheva përsëri pra këtu në Greqi. E kujton numrin e parë para publikut? Urdhëro? E kujton numrin e parë para publikut dhe si u prit nga publiku? Më the më parë që ke bërë 1400 shfaqje, e mban mend shfaqjen e parë? Në Shqipëri apo në Greqi? Kur ke bërë shfaqjen e parë, në Shqipëri apo në Greqi? Në Shqipëri. E mban mend si u prit nga publiku? Po, e mbaj shumë, e mbaj mirë. Shiko atëherë. Okej, unë bëja shpesh shfaqje aty në liceun artistik, pra një herë në muaj kur bëheshin mbrëmje dëfrimi, të gjithë e dinin që Edmondi do bënte dhe numra specie. Në 7-8 marsin unë futesha kur bëni festën mësuesit, me rastin e 7-8 marsit brenda në shkollë, pa lejen e mësuesve unë futesha brenda në sallën e madhe të mësuesve, edhe bëja numra specie. Bile mbaj mend zonjën Sabiha Bekteshi, e cila ishte gruaja e Besnik Bekteshit. Besnik Bekteshi ishte në byron politike të atërshme. Edhe më thoshe, mirë moj qyq që së mëson, po këto numrat si bën, e baj mos tani. Por aty e fillova, aty, në liceun artistik, aty, bëja shfaqje shpesh herë, pastaj mësuesët më thanë mua profesori Klement Zoraqi, që ishte profesori im i pikturës, më thoshe Edmond, lere pikturën edhe ik në cik të Tiranës, ik në estradën e Tiranës, se aty e ke vendin. Kështu që mua më aktivizonte Kosta Kamberi, po ishin vitet më të bukura të karrierës time artistike. Unë isha mes artistëve dhe këngëtarëve më të shuar të Shqipërisë dhe humoristëve më të shuar të Shqipërisë, si Vasilaq Vangjeli, Kaçja, shumë të tjerë që me Kosut e Volën shpesh herë
Por unë për herë të parë me publikun shumë në 86-ën, që doli shfaqje shumë e bukur, ishte në pallatin e sportit. Aty ku bëheshin aktivitete dhe në televizion, javë për javë kishte aktivitete në televizion, edhe e drejtonte spektaklin i ndjeri Mirus Kabasi, bashkë me Kosovë dhe Volin, në sallën e madhe të sportit aty në Tiranë. Si e thoshim atëre, salla e sportit, tash unë se mbaj mend, po ishin mbi 3000 veta aty. Aty bëra debutimin e parë, si më thënë. Bile, unë kam kënaqësinë që kur dola për herë të parë në televizion, bëra këtë numër, nëse më lejoni. Po. Patjetër. Faleminderit. Atëherë. Pra, unë këtu kam një top ping-pongu, okay? Po. Thank you. Faleminderit. Kjo ishte një nga numrat që unë e interpretova në pallatin e sportit në Tiranë në 86-ën. Nuk di çfarë të them, jam pa fjalë. Realisht jam pa fjalë. Unë kam patur një jetë artistike. Kështu si puna ime sot. Shiko, kënaqësia ime është kur unë marr duartërpitet e publikut, unë kam mbaruar në Akademinë e Prestigiaturës. Një moment të lutem, fal që po të ndërpres, por do të jap një duartërkitje edhe unë nuk jam publiku, por që do ta jap. Ishte fantastike realisht. Respekte. Unë kam patur një jetë dhe kam akoma një jetë artistike, kam mbaruar Akademinë e Prestigiaturës në Athinë, kemi shkollë, Akademi e Prestigiaturës, okay? Kështu që gjithmonë me vite të tëra edhe shkolla e prestigiaturës në Athinë deri sot thotë që ai albanosi është i mirë, ai shqiptari është i mirë. Për artin tim flas. Disa nga numrat e mia në Facebookun tim profesional janë shumë profesionale që nuk e bëjnë dot as prestigiator me prestigiator flas në rangun evropian. Unë kam mësuar që me ecurin time, kam pat një eksperiencë. Shiko, mua më kam mësuar edhe i ndjeri Bashkim Rata, i cili ishte prestigiatori i cirkut të Tiranës, përpara 91-shit. Unë isha konviktor në liceu artistik në 84, 85, 86, edhe merja mësime nga prestigiatori i cirkut të Tiranës, Bashkim Rata. Ishte fantastik, shumë prestigiatori mirë, bile drejtoresa e konviktit të liceut artistik më kishte dhënë një dhomë apo stafat vetëm për mua specie, mbaj mend tani. Unë kam sjell Bashkim Radën aty te konvikti i liceut artistik për të parë numrat e mia. E kam sjell aty. Bile i bëra edhe një numër Bashkimit, edhe më tha mua, "Wow, shumë numër i bukur mondi kjo me lule. Unë do e bëj kuti të madhe që të nxjerr një femër, një grua", më tha mua. Vetë mendimi që ai mori nga mua, për mua është kënaqësi e madhe. Kështu që fantastike. Atëherë unë dua të di Edmond se kush është dallimi midis iluzionit dhe magjisë, një magjistari? Shumë pyetje me vend. Atëherë më dëgjoni lutem. Se shpeshherë këtë ngatrojnë magjia, magjistari. Shiko, akoma dhe David Copperfieldi që është magjistari më i madh i botës, shumë i famshëm, me qendrën në Las Vegas. Natë për natë ai e mbush me 3000 veta, edhe nuk ka bilet kështu që të vesë sporten, por bëhen sigurisht nëpërmjet internetit, okay? Edhe ai është aktor që los rolin e magjistarit. Okay? Tani, iluzion themi numrat e mëdhenj neve. Zhdukje në një vajzë në ajër, ngritje në një vajzë në ajër, prerje në mes, pra numrat e mëdhenj në skenë quhen iluzionet mëdhaja.
Kurse prestigiator do thotë numa specie. Pra ka një ndryshim. Magjia me artin e prestigiaturës për mua nuk ka të bëj fare. Tjetër është gjë magjia e zezë, ku diun errësira, dhe tjetër arti i bukur i prestigiatorit. Kjo mësohet. Ne kemi të trashëguar edhe nga gjyshi. Gjyshi ynë bënte numra specie. Ju mund ta njihni edhe Nadir Murrën në rrjetet sociale. Atë kam Djalë Xhaxhaj. Edhe ai ka qenë prestigiator që u hodh para 27-28 vitesh, u hodh nga 50 kaçi, që u bë e famshme ajo helja e tij. Keni si tip trashëgimia. Po, e kemi në gjak. E kemi të trashëguar. Por që sot Shqipëria nuk ka prestigiator iluzionist që tjetë në nivelin skenik klas. Unë jam, edhe fatkeqësisht unë nuk jetoj në Shqipëri, jetoj jashtë. Vajti 35 vite që jetoj jashtë Shqipërisë, jashtë atë dheut. Unë kam shprehur edhe në 2-3 televizionet të tjera, kur isha edhe në Angli vjet, aty nga Tirana, flas që unë jam një nga ata shqiptarë që dëshiroj të kthehem në vendin tim. Por nuk e di çfarë më bën, sepse kemi shumë gjëra që duhen rregulluar në Shqipëri, shumë gjëra. Nuk është akoma për mua. Shiko, unë do të dëshiroja shumë akoma edhe nga kanali juaj që nëse do vija në Shqipëri, do të dëshiroja shumë që ndofta nëpërmjet kanalit tuaj ose do veja vetë në Tiranë te Ministria e Kulturës, nëse do ishte mundur të bëja një takim, nëse jo me Ministrin e Kulturës, me zëvendësministrin, me një zyrë tjetër që merret me aktivitetet nga Ministri i Kulturës, që mua të më emërtoj drejtor në një teatr në Shqipëri. Nën drejtori i një teatri. Udhëheqës artistik i një teatri. Falenderoj shumë. Pra, unë dua shumë që të kthehem në Shqipëri, por jo thjesht në shtëpinë e nënës. Unë dua një punë të tillë që, siç e thash, thjesht prestigiatori i një trupe teatri në çfarëdo lloj qyteti të Shqipërisë që të kontribuojë. Është pa lejueshme një të tërë të kem. Shumë e drejtë kjo, dua të kontribuoj në vendin tim. Nuk e di. Nuk e di pse Tirana nuk ka akoma, siç kishin para 30 vitesh, e strada Tiranës, ishte mrekulli. Aty shikonim Luan Zhekun, Kocën e Volën, Kosta Gamberin, Vasillaç Vangelin, e shumë artistë dhe këngëtarë dhe humoristë të tjerë, ishin për mua ishin vitet më të bukura të asaj kohe. Dhe shpresoni që Shqipëria të vazhdojë të bëjë dhe tani ashtu, siç ka qenë para shumë kohëve, por unë jam shumë kurioze të di se sa njerëz kanë menduar për ty që ti ke fuqi të mbinatyrshme. Më fali minut. Unë kam aftësitë mia profesionale më kanë sjell në një nivel të tillë që për të mos thënë jo shumë pak njerëz, po janë të numëruar në gisht. Më fali minut. Unë kam shumë kënaqësi që të bëj një numër specie këtu që nuk është thjesht po marr një lugë apo jo? E shikoni? Atëre, kjo është hekur, është i fortë, nuk është falso, dhe bëhet me çfarë lloj lugë. Mos shikoni ju lutem. Unë nëse lugën e përthyej para e kap këtu e fërkoj çik me dy gishtat. Shikoni. Duket besoj. Okej, këtu. Është shumë e fortë. Thjesht duke e kapur këtu në dorë edhe me gishtin, unë do e fërkoj pak këtu. Shikoni lutem. Dhe sigurisht bishti do ngrihet avash. Unë nuk jap forcë. Siç e shikoni, ka një përthyrje apo jo? Atëre. Edhe një tjetër. Prap me gisht, thjesht do e prek në çik këtu. Dhe siç mund ta shikojmë, këtu. Përthyu. Mund të edhe pak dorën të luta? Atëre. Përthyu. Unë thjesht e fërkoj nga sipër, okay? Dhe luga është e përthyer akoma dhe më shumë. Po nëse vete këtu. Këtu, e shikoni lutem. Po. Përthyer. Shikoni. Sigurisht është e përthyer apo jo? Në artin e prestigiaturës nuk është vetëm shpejtësia dhe shkatësia e dorës, është zhgënjimi optik, është iluzioni, është besimi i jashtëzakonshëm për performancën që do bëj dikush, kushdo qoftë ai prestigiator. Okej? Këto 4-5 sekonda që ju pat duhen orë të tëra për të servitur. Okej?
Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje tjetër me kënaqësi. Po patjetër. Unë jam kurioze të di se çfarë tregojnë njerëzit që të telefonojnë, çfarë të thonë? Çfarë të tregojnë? Ndonjë histori? Okay. Për artin e prestigiaturës? Historitë e tyre, kam parë dhe në një emision tjetër që të kishin thënë dhe disa historia normale, mendoj? Histori paranormale. Okej, deri tani folëm për artin e prestigiaturës. Nëse ne kalojmë në një temë tjetër, atëherë është një botë e pafundme, okay, për këto efekte. Unë për ditë flas me të rinj, të reja, burra, gratë, mësuar, të divorcuar për problemet e tyre. Dikush ka magjin, dikush ka syrin e keq, dikush ka energji negative, dikush tjetër më do në shtëpinë e tij sepse shtëpia ka efekte të padukshme që i bën pjesëtarët e familjes me dhimbje koke të paspjegueshme. Kam shumë burra gra, kryesisht edhe gra që marrin telefon kërkojnë ndihmën time, ndihma ime falas. Okej? Edhe më thonë mondi, unë neve s'ndije mirë, nuk ndihemi mirë në shtëpi. Jashtë ndihemi shumë më mirë, sa futemi në shtëpi, ndihemi atë energjinë e rëndë vemë dhe më tjetër, s'moshemi dot me frym. Efektet janë shumë azonjus. Janë të shumta. Shumë nga ato gra kanë vajtë edhe për vizitë në spital dhe doktorët thonë që s'ke gjë. Kam gra që thonë mondi, unë kam vajtë për vizitë, po doktorët më thonë, po unë ndjej që jam mirë. I them zonjë, këto efekte që më thua nuk të bën mirë sot as doktori, as spitali, as psikologu, edhe as ilazhet e farmacisë. Kanë të tjera të ndihen shumë më mirë dhe më rëndësishme janë të dalës në këtë situatë, cilat janë ato? Dhe filloj ja shpjegoj. Efektet që fatkeqësisht njerëzit nuk ndihen mirë i kanë brenda familje. Okej, ua them unë. Kemi kohën që dua shpjegoj? Po patjetër, po. Okej. Atëre, po them disa raste çfarë duhet kemi ne parasysh brenda familje që të jemi të mbrojtur nga këto efekte të padukshme. Më dëgjoni lutem. Kudo qoftë ai ose ajo, në kohën që vjen në familje, në një familje flas, okay? Në çfarë lloj familje? Qoftë edhe grua nga farefisi, kur vin, qoftë edhe për kafe, e zonja në shtëpi duhet të çojë cop, mbulesë, mbi krevat, mbi koltuk edhe mbi divan. Pse? Se njerëzit kur ikin lën efektet padukshme si energji negative dhe syri keq. Kur ikën vizitorët, e zonja në shtëpi merr këto dhe i lan lavatrishe, dhe kjo duhet bërë shpeshherë. Okej? Asnjëherë neve nuk duhet të fusim persona, qoftë edhe nga farefisi, grua nga farefisi në dhomën e gjumit. Jo. Dhoma e gjumit është vendi më i shenjtë për çdo çift në familje. Nëse dikush fut qoftë edhe një hap në dhomën e gjumit, atëherë duhet dini që aty atmosfera ndryshon. Si rezultat, njerëzit zgjohen shpesh natën, shikojnë ëndra të frikshëm me gjakurim, fluturim e vrasjet, nesër mëngjes nuk kanë energjinë e dur, kanë marrëmës, dhimbje koke. E zëm, në një familje, burri i kërkon një person i kërkon lek, hua 10.000 lek, 20.000 lek, në një familje, flas për burrin e kësaj gruas, okay? Edhe ky ja jep se ka zemrën e gjerë, sepse ai tjetri thot për 2 muaj do t'i kthej. Kalojnë 3 muaj, 5 muaj, 7 muaj, edhe ai nuk është në rregull. Tjetri, edhe ky zotëria i thot, valla, po dalë tash, më the për 2 muaj ka kaluar 7 muaj burri dhe kurse ai thot, pa mama se na vdiqë burr, po ky po do i marrësh burr. Pra, se ne shqiptarët kështu kemi, pa mama se do i marrësh. Edhe nga mënyra se si na përgjigje tjetri, të bën të ndihesh edhe fajtor. Dhe kur i bën lekët gati ai, ju nuk dini gjë fare. Ai izolon, bllokon, bën magji me efekte të padukshme, si rezultat. Neve kur vemi marrim lekët në kafe, të gjithë pa përjashtim, ne shqiptarët ja bëjmë shumë. Bështym gishtat e dorës djathtë edhe numërojmë lekët me durat zhveshura. Jo, lekët mund t'i numërojmë me doraska ose t'i hedhin në bank. Është një mënyrë për të numëruar lekët me doraska, por përpara se të vemi në kafe aty për teja, në shtëpinë tonë hedhim një lukrip në 2 duart, i fërkojmë mirë, i shplajmë me u të rrjesëm edhe nuk i thajmë as me katë becet, as me peshqirë. Dhe vemi atje për të marrë pra lekët. Nëse vin një shoqja juaj e zëm në shtëpi edhe flet keq për një grua tjetër, edhe çfarë bën ajo shoqe? E kemi parë edhe në 100 herë, ja bën flet kjo që vin për të pirë kafe flas, ja bën kush po ajo, o zoti ma, edhe bështyn në vendin aty ku pin kafen. Jo, ne nuk do t'i lërojmë sepse veremi dhe marazi dhe veremi dhe problemet e të tjerëve, kjo i sjell brenda në shtëpinë tuaj. Mbas orës 11 natës, asnjëherë nuk duhet të lëm pjatat palara. Pse zonjush? Sepse ashtu sikur se ka insekte, si muskonja dhe miza që ushqehen nga meturinat në pjatë, ashtu ka dhe qenie të padukshme që jo vetëm ushqehen nga to, por marrin energji nga energjia juaj. Të nesër mëngjes vajte ora 7 ca, thua ti po vajte ora 8 do ikim punë, edhe çfarë bën? Heqim rrobat e gjumit, vesim rrobat e punës, edhe e lëm krevatin mishmash edhe ikim. Jo. Krevati duhet të jetë rregulluar, se nëse është i pa rregulluar, ka qenë të padukshme që bëjnë parti gjatë gjithë ditës, si rezultat njerëzit ndarket nuk e bëjnë gjumë të rrasëm. Kam shumë telefonata të tilla. Hecën në rrugë na ran 100 lek,
200 lekë, mos u përkur për ta marrë, se të esën test nga ana ekonomike. Ka të tjerë njerëz fukarin që i gjuajmë me qirin këto. Nga 500 e lartë, 500, 1000 po, i marrin. Efektet janë të shumta. Asnjëherë neve nuk duhet të vesim fëmijëve rroba firmato që janë të përdorura, second hand, në pazar. Jo, asnjëherë nuk do të marrim atlete, xhinse, bluze, firmato, po të përdorura. Jo, pse? Sepse ju nuk e dini kush i ka veshur. Ato mund të ketë veshur një fëmijë që ka qenë i paralizuar, një fëmijë që ka një sëmundje të pashërueshme. Pra ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm për gjithë flas. Efektet janë të shumta që njerëzit ndihen shumë më mirë jashtë shtëpisë dhe kur vinë në shtëpi, atmosfera ndryshon. Okej? Asnjëherë neve nuk duhet të mbajmë foto personave familjarë që fatkeqësisht kanë ikur nga kjo jetë dhe i kemi të ekspozuara në faqet e mureve. Jo. Ne i mbajmë ato, por i mbajmë në albume. Edhe çdo familje duhet të ketë 2 albume. Në një album persona që janë jetë dhe në albumin tjetër persona që fatkeqësisht kanë ikur nga kjo jeta. Dhe nuk duhet i shikojmë gjithmonë, por her pas here, 1 herë, 2 herë, 3 herë në muaj. Pse? Se këto të vrasin në shpirtin në zemër, të lëndojnë. Unë kuptoj mirë dhe unë shqiptar jam, dim shumë mirë zakonet dhe traditat tona, por këto të lëndojnë. Unë kam parë grua që është kthyer nga puna në orën 4, sa ka hapur derën, djali i saj ishte 1 me 1 në kornizë, pa arsye fare, thoshte, por ba mua s'më gjeti, zeza duke gërtitur. Pra këto të bëjnë që të përjetosh emocione që nuk është mirë, sepse nuk është vetëm një rast. Duke i pa neve shpesh herë këto fotografi në përmure, fatkeqësisht nuk ndihemi mirë. Zonjush, dua të dini që ka vdekur mbas 2 muajsh, ka vdekur gruaja. Pse? Sepse burri i saj u aksidentua në rrugë, vdiq dhe kjo duke qenë me orë të tëra, për ditë për javë, 4-8 javë rrest, mbas 2 muajsh trupi nuk duroi dot dhe zemra e pushoi. Për ato gra që e qajnë shumë dhe nuk u pushon zemra, fatkeqësisht përjetojnë sëmundje të pashpjegueshme, cilat janë ato. Dhimbje koke pashpjegueshme. Kam shumë telefonata nga burra gra. Pardje mori një vajzë shqiptare 37 vjeçe, më mori telefon nga Spitali Patrës, këtu në Angli, në Greqi, në Patër. Më tha mua Edmond, tha, unë e përjetova shumë, më laj dashuri, nuk e duraja dot, e qaja me orë të tëra, e qaja, dhe nuk diesha mirë. Më çuan edhe në spital, doktorët më vizituan, më tha mua çfarë të ka ndodhur, se nuk e lëng në sy, nuk e lot që të qash. I tha kjo kështu, i tha të vërtetën. Pra, e laj dashuri. Doktorët i thanë të shqar një damar në tru. Pra, ne dashi pa dashi lëndojmë vetën tonë. Okej? Mund të them historira nga më interesante, ndoshta unë jam i vetmi shqiptar që dëgjoj shumë historira nga njerëzit që kërkojnë ndihmën time. Që nuk ke ditur as si ti përgjigjesh, që të kalon pa fjalë dhe ty mund ta ndash me ne? Nga këto histori paranormale? Pa. Me kënaqësi. Atëherë unë para 2 muaj isha bashkë me gruan time në një shtëpi në Shqiptar, pra një qift me 4 veta në familje. Aty kishte vdekur, këta kishin 2 muaj që kishin ardhur në atë shtëpi në Selanik, Shqiptar. Dhe përjetonin shumë ngjarje të pabesueshme. Më vonë kishin 2 muaj që kishin ardhur, por mbas 2 muaj e morën vesh që në atë shtëpi kishte vdekur një burr plak grek i moshuar dhe kishte 40 ditë që ishte i vdekur në shtëpinë e tij. Mbas 40 ditësh komshinë e kuptuan se mori herë trupi dhe sollën policin. Policia e mori, i zoti shtëpisë e pastroi rregulloi e dha me qira. Erdhi kjo familja shqiptare dhe përjetuan ngjarje shumë interesante që unë do i ndaj me juve. Kur vajta në shtëpinë e këtyre, zonjusha më tha mua Edmond, tha unë sa herë që vi në bazit e mbas orës 4, sa hap derën dhe mbyll derën e jashtme dhe futem brenda, dera mbyllet vetë me çelës 3 herë. Kraç. Në darkët kur zgjohem, edhe vetëm në banjo, krejt që flokët pasqyrë dhe vetëm në banjo. Kur kthehem, kam parë, tha me sytë e mi, të 2 duart njollan pasqyrë, ban, edhe të rëqitura poshtë. Rasti tjetër ka qenë që ne dëgjojmë shpesh herë para se të fillojmë në gjumë, dëgjojmë zëra në shtëpi, dëgjojmë hapa, dëgjojmë të kërcitura e pjatave në kuzhinë. Ndërkohë që brenda në shtëpi frynte erë, ndërkohë që dritarët dhe dyert ishin të mbyllura. Pra, për shumë njerëz ndoshta nuk e besojnë, po
familja që më ftoi i përjetonin këto gjithmonë. Në një mbrëmje darkë me fëmijët, kjo bëri një foto. Bas me burrin dhe me 2 fëmijët. Ndërkohë që bëri foton, i dori ai plaku nga brapa. Më vite për të ulëritur, më tha mua Mondi. Nuk kërthita si ishte dhe fëmijë tha. Ndërkohë unë i bëra një pastrim spiritual shtëpisë, pastrim për jo pastrim fshes, por pastrim për efektet pa dukshme nga syri i njeriut. Pra, mora një e kam thënë diku këtë, mora një rozmarin të freskët dhe dafin të freskët, kaq, i zhysin pra në një kovë me ujë, duke hedhur dhe 2 lugë kri brenda, i lëm 10 minuta që të rregjën edhe gjethet, i heqim ato, i shkunim mirë dhe hapim dyert e dritar dhe pra i bëjmë një pastrim spiritual shtëpisë për të të ajo familja. Unë kam mesazhin e saj 3 minuta këtu në celular, ajo mori mbas disa ditësh telefonet mod, o Zoti i madh, ne nuk përjetojmë, edhe kam këtu me zërin e saj. Edhe bile i luta, i thash, a mund ta më jep lejen që ta them në televizion, ta thoshe në televizion të dalë dhe zëri im thanë, që në momentin që erdhe ti, ne nuk përjetojmë asnjë nga këto efektet. Po sigurisht se ka dhe sekrete. E nxora familjen jashtë, mbylla derën, i nxora të gjithë jashtë shtëpisë, qëndruam që të gjithë jashtë shtëpisë, e mbylla derën fort dhe unë trokita 3 herë. Po jo që ta dëgjoj veç njeriu kështu, më falni minut. Jo, të mos ta dëgjoja as unë, me derën e mbyllur nga jashtë, trokita 3 herë. 3 herë. Kjo është në shenjë respekti për qenë të padukshme që janë brenda familje, që u themi hitni se erdhëm. Kur hapën dyert, vajta direkt në banjo. Mbylla ka parku në banjo, shtypa butonin që efektet padukshme të ikin bashkë me unë rresëm. Unë jam këtu për njerëz që besojnë. Kush nuk beson, respektoj mendimin e tjetrit, po s'merrni fare me ta, zonjush. Bën ndonjë lutje në momentin që i bën këto pastrimet e energjisë. Urdhëro? Bën ndonjë lutje në momentin që ti bën këto pastrimet e energjisë. Mund të them të, para 2 javësh isha në Patos. Unë vi një herë në muaj në Shqipëri, okay, për njerëzit që kanë ndihmën time, që kërkojnë ndihmën time. Mora dhe gruan time, edhe vajtëm në një familje në Patos, ndërkohë që unë përpunoja me rozmarin dhe me dafin, se shtëpia ka nevojë, çdo familje shqiptare ka nevojë për një pastrim spiritual. Të ikë ajo energjia e ndetur brenda familje. Hapen dyert dritar, ndërkohë kur dielli është i pastër, okay? Një vajzë më mori në telefon, tha mua sa që vetë mamaja, i them mamas, 24 vjeçë kjo, i them mamas, o ma, s'më rrihet mua këtu brenda, ndjej atë energjinë e keqe, s'më rrihet. Pra, dua them këtë që ndërkohë që unë e pastrova në Patos shtëpinë e këtij çifti, macja doli jashtë për një herë jashtë shtëpisë dhe fillonte të bënte lëvizje të çuditshme. Pra, edhe ato që janë të padukshme, kur bëra një pastrim të tillë, edhe macja nuk u ndihej mirë, bënte veprime tha zonja e shtëpisë që s'ka bërë asnjëherë tha. Gruaja ime më tha mua kur punove kështu ta Mondi deva dhe unë një energji. Po sigurisht. Edhe jo vetëm një herë, shpeshherë ndjen gruaja ime, unë kudo që vetëm marrë gruan time. Okej? Se kjo më bën, kjo ka takimet, kalojmë në librin e menaxhimit, pra ka takimet në libër flas, kështu që nuk vetëm Shqipëri, në gjithë Evropën. Ka vajtur shpesh në Itali, në Angli, prap, me qetova në Angli, okay? Në fakt, unë dua të di se çfarë lutje specifik, domethënë specifikisht praktikon. Lutesh, bëllon lutje, apo vetëm pjesa? Unë këtë energji e kam të brendshme, okay? E di shumë mirë se çfarë e kuptoj shumë mirë, nëse dikush ka energji negative, syrin e keq apo magji. Okay? Dua 10 sekonda nga dikush që ndjen pra atë që nuk jes, kam shumë telefonata nga njerëz që më thonë Mondi, jam i bllokuar, izoluar. Nuk ndihem mirë, ndjej që edhe kur flën darket, pjesë e trupit më lëvizin pa dëshirën time. Vajta një familje shqiptare këtu në Athinë, s'ka as 10 ditë, më hoqi Miani zoti i shtëpisë. Mondi tha unë kur flë me gruan time, tha, dëgjoj zëra në krevat që më thon, hapuni se erdhëm. Ose pa mundur më tha mua, që mos ta dëgjoj. Efektet janë të shumta. Një vajzë mua, më thoni. Shumë thonë që unë, le të themi, unë kam pasur një astrologe në studio dhe ajo më thotë që e dalloj nëse dikush ka energji negative që në pamje të parë. Ju jeni një nga ato që i dalloni persona që kanë energji negative qoftë nga e para, pa të sqaruar se çfarë konkretisht kanë? Shumë pyetje me dhënë. Okej, unë respektoj mendimin e çdo të ftuarit,
çdo njeri ka punën e tij dhe mban përgjegjësi për veprimet që bën. Unë asnjëherë nuk e them tjetrin me llafë në ajër. Unë ja faktoj me hyrje me fakte dhe me veglat e mia. Live. Ka magji apo jo? Ka energji negative apo jo? Ka syrin e keq apo jo? Me llafë kështu në ajër jo. Unë asnjëherë nuk i premtoj. Kam shumë telefonata që më thon tjetri, "Mondi të jap kaq lekë, të lutem nga Italia. Më sill gruan se po kaloj depresion, po e vuaj." Më fal thashun. Më falu themjes, unë s'jam këtu për sjell gruan në shtëpi, se këtë sa bën as David Kopefildi. Dhe duhet të dini themun që gratë kanë dy kote në tru, të padukshme. E para punës thash këtij zotërisë, nëse jo shoqja të kanë dalë me logjik, ke shans që ajo një ditë kthehet aty. Por po të hoqi nga zemra, s'ka perëndi. As David Kopefildi. Prandaj them që unë s'jam këtu për sjell gruan në shtëpi, thash. Unë jam këtu dhe të garantoj që atë depresion që ti e vuar në shtëpi në zemër, unë të garantoj që ta heq. Ta ul në maksimum. Sepse ti nuk ndihesh mirë vëlla. Ti hesën në rrugë edhe nuk ndihesh mirë, ke 24 orë mungesën e gruas tënde. Vetëm puna atje je përqendruar. Po, ose vërtet më thonë mua, po sigurisht. Pra, kujdes temu sepse ti nuk ndihesh mirë. Kur hesën në rrugë apo në supermarket, njerëzit mund të shikojnë mirë ty, por jo. Ti ke diçka brenda atje që ajo të hatet të gërryen, i them, pak nga pak, për ditë, për javë, me muaj të tëra. Që do thotë ajo pak nga pak ka shumë mundësi që nëse dalë shumë më shumë. Se rezultatet të bën ty atë ndihesh akoma dhe më i bllokuar dhe izoluar në vetvete, edhe ekonomikisht. Ti momentalisht më është, besoj më shikon ti mua tani. Jo, nuk shikoj fare, më fali. Më shikoni? Tani po. Hello. Më sa më shikon, ti. Kam sy të keq, magji, energji negative, dallon dot ti nëse un kam ndonjë sy të keq, energji negative? Jo, nuk funksionoj kështu. Me njerëzit unë mbyll takim. Janë tre mënyra që unë ndihmoj njerëzit. Ose ata vinë te mua në zyrën time në Athinë, sepse edhe falas nuk e bëj për njerëzit. Kam, si themi shqip, kam ekonomist, pagoj taks shtetit, po ti isha në Shqipëri, do hapja licencën në Shqipëri, okay? Edhe kudo që vete, si në Shqipëri, si në Evropë, në Angli, Gjermani, Itali, kudo që vete, në fund të shërbimit, tjetri do marri faturën. Edhe nuk kam me blok dhe me syre labë, si që në Shqipëri. Ka 2 vjetë të në Greqi që e merë faturën në e-mail ose në WhatsApp. Okay? Pra, nuk e bëj thjesht kështu, si me thëmë, nga ana, si themi shqip, amatoreske. Okay? Unë nuk ishtë vetëm njerëz, por ishtë edhe shtëpia, që i bëjmë pjesat e familjes me dhime koket pas shpjegueshme, ishtë edhe lokale, dyqane, parukeri, kafe. Okej, sa është pagesa jote për një yshtje? Më falë minut, varet. Okej? Nga telefoni ku qoftë ajo ose ajo, okej, është një çmim i konsiderueshëm. Nuk ka fiks. Pastaj unë nuk jam këtu për të siç e bëj shumë të tjerë se çfarë nuk kam dëgjuar, që u marrin lek shumë, u bën edhe blok, ma thon vetë, u bën edhe blok, edhe nuk edhe vinë tek mua. Shikoj, pari minut. Njerëzit që nuk ka shumë njerëz besojnë, ka të tjerë që nuk besojnë. Ata që nuk besojnë, kur bëj fëmijë, bëj familje, e shikojnë kontraditat me vjerrën, komshinë e pjesëtarët e farefisit, fillojnë dhe besojnë dhe dorëzojnë. Më thonë za, dorëzojnë edhe çfarë bëjnë? Njëherë vjen te mali Tomorrit, te Baba Mondi, pastaj vjen te Kishë Laçit, pastaj vjen tek Hozan Lushnje, vjen te mua, vjen te ushtar të tjerë, vjen te fallxorët e tjerë. Prandaj them që nuk është mirë që të vemi në shumë vende, okay? Suzanjus. Ti personalisht ku beson, në Kishë të Laçit, në xhami? Ku është besimi yt? Më falni minut. Unë respektoj mendimin e çdo njeriu. Unë besoj në një fuqi të mbi natyrshme, jemi të lirë të besojmë ku të dëshirojmë neve, okay? Unë në trupin tim nuk kam as tatuazh, as tabel, as gjë. Bile të them drejtën, edhe unaz nuk kam, jo se nuk dua, jo. Ka shumë burra tjerë që unaza është simboli besimit. Ju jeni sigur që të gjithë ata që çojnë këtu janë të besës me gratë e tyre? 70% të njerëzve që çojnë unazën këtu bëjnë veprime tjera, një kanë shtëpi, edhe 2-3 kanë jashtë. Thjesht është, si e themi, e kemi, shiko, para 30 vitesh, unë e mbaj mend, në Llakatun të Vlorës, i humbi unaza një gruaje, okay? Edhe aty o Zoti i Madh u bë si e çmendur, ku të mirë fjalës, unaza, pra atëre kishte shumë rëndësi familja. Kurse sot
janë bërë të modës edhe skondar, edhe ndarën flas, okay? Tani unë jam shumë kurioze të ditë diçka tjetër. Në mos gaboj në Të datën lutem. 29 sonte në darkë hona është e plot. Apo ja? Nuk e Po, di po. sa beson ti tek hona e plot. Thonë që është mirë të manifestosh. Sa e vërtet është kjo? Qiko, për mua nuk është domosdoshmëri. Unë s'jam, nuk jam me ata njerëz që janë turm. Shumë besoj në astrologji. Budallëqe. Astrologjia nuk është shkencë. Astronomia zonjus është shkencë, okay? Ku dallon astrologjia me astronomin? Urdhëro? Cili është dallimi mes astrologjisë dhe astronomisë? Sepse persona qoftë gra, qoftë burra që ne shpesh edhe këtu në Greqi shikojmë në televizione, që flasin, u japin kohë televizive gati 20 minuta dhe mos më, okay? Çfarë do lloj gjëje që të thonë, gjithmonë i kanë fjalë në ajër, fjalë. Unë mbaj, më fali minutë, mbaj mend drejtorin e institucionit që vën shkolla 8 vjeçare këtu në Athinë, është një institucion që shikon edhe yjet edhe planetet, okay? Drejtori i këtij televizioni e tha live në Star Channel, kur mori i drejtua një pyetje edhe tha, çfarë mendimi keni ju për këto gratë që flasin me orë të tëra zodhja, ku se si themi, ciapi to, burdhe sa budallëqe. Astrologjia nuk është shkencë, astronomia është shkencë zonjus. E kuptoj. Edmond, unë të falenderoj shumë që Faleminderit. një pjesë e jona. Faleminderit për historinë. Ishte kënaqësi. Që ndave me ne dhe do je gjithmonë i mirëpritur dhe pse jo të mirëpres në studio. Për të folur më gjere më gjatë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Një fixhan kafe është pjesë e çdo mëngjesi, çdo takimi dhe pothuajse çdo bisede mes shqiptarëve. Por sa dim vërtet për ato që pinë çdo ditë. Si dallohet një kafe cilësore dhe çfarë fshihet pas një ekspresi perfekt. Për të folur rreth kësaj dhe më shumë, kemi në studio Mario Buci. Mario, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që erdhe, është kënaqësi. Mirë se u gjeta. Atëherë për të gjithë ato që nuk të njohin, ti je ekspert? Në fushën e kafes. Patjetër. Na trego pak më shumë, si lindi, si nisi kjo? Lindi si një kafe pirës në fillim. Realisht ka nisur në shumë herët në vitet 90 kur unë jetoja në Greqi. Aty profesioni që unë zgjodha ishte në shërbim dhe nga shërbimi pastaj filloi dhe ky trendi i bareve, të bëhesh bartender, ato shishet që hidheshin në ajër. Pra ishte një gjë shumë e lezetshme dhe e cila për shkak të gjatësisë nuk më lejonte të kaloja në nivelin e bartenderit, ai që bënte koktele, dhe më kalonte më shumë te pjesa e kafes. Dhe kjo ishte arsyeja pse unë zgjodha kafen deri diku në një formë dalje nga situata, po të qenurit brenda në sektor. Dhe aty zbulova që kafja ka 1001 gjëra të cilat kur shkon dhe kur hyn brenda thellë në botën e kafes është një botë e tërë, është një alfabet i ri. Kur e kuptove që këtë nga një kafe pirës i rregullt, kur e kuptove që këtë ta kthesh në një rrugtim profesional? Profesional tamam e kam filluar në vitet diku në 97, 98, që kam qenë pjesë e një seminari në një kompani braziliane të Ipanemas. Aty shikoja gjëra të cilat nuk i dija se çfarë ishin, po dukeshin kaq interesante sa bota u bë më e bukur, u bë më profesionalisht flasim, dhe kur shikoje disa element të kafes, thoje, wow, pse kjo është botë e kafes? Si ka mundësi? Aty ku ti mendoj që ishte vetëm një kafe e ftohtë ose një kafe e ngrohtë, ajo brenda kishte dhe disa elemente të tjerë, që ishin elementet artistik. Që unë jam pjesë artistikës së kafes, që bëj këto lulet në cappuccino, dhe ajo të tërheq kaq shumë sa ti edhe natën në gjumë rri dhe mendon dhe thua pse se bëra ato natë. Dua të zgjohem herët, të vete dhe ta provoj, ta bëj prapë nga fillimi. Sigurisht ka kosto, sepse do jetë qumësh, do jetë kafe, pa eksplorimi për atë që do të bësh është edhe me kosto. Kështu unë fillova deri diku të hyj në botën e saj, në botën e kafes. Ishte shumë e bukur.
imagjino, ti bën një kafe dhe rri shikon mimikat e atij që e konsumon dhe kur ka një gjë që nuk shkon, konsumatori me njëherë e tregon. Pra me një mimik të vetme, pra prish buzët ose ja bën kështu, pra ti ke kuptuar që është një body language që ti e kupton se çfarë ke bër ose akoma më mirë celulari. Kur ti bën një produkt shumë interesant, celulari direkt bën foto dhe ke marrë një energji dhe një vibe shumë interesant dhe vazhdon bën akoma më shumë. Nga ato që ke bërë ti, ke parë ndonjëherë klient që janë shtrembëruar ose s'u ka pëlqyer? Po, më ka rastisur një herë. Një herë? Kam qenë një herë. Gjatë vetëm, gjithë rrugtimit që mbaj tënd, mend një unë se ishte shumë ashtu, ishte e rrezikshme deri diku. Ishin një familje nga Kosova. Kam qenë në një vend në Durrës në fakt. Ishte një familje nga Kosova dhe kërkuan 5 cappuccino. Të cilat këto cappuccino i bëra të bukura me lule, interesante dhe unë që isha vetë dhe gëzoja, thash, wow, sa e bukur ishte kjo, një tabaka e bukur, e pastër dhe prisa tani reagimin nga këto persona që thoshin, ua, të lumshin duart ose të paktën një fotografi, një gjë. Dhe pash një reagim, na falni, këto nuk bëjën. Dhe thash shumë, pse çfarë problemi ka? Janë shumë të ftohta. E dua më të ngrohta. Dhe aty thash, hyra në profesion dhe thash, më falni t'ju bëj t'ju kërkoj diçka, thash, t'ju mësoj pak diçka për çështjen e qumshit. Nëse unë e nxef më shumë këtë qumësht, që është ultra high temperature, pra është një qumësht UHT, atëherë unë do hap substanca, do hap proteina të djegura, do t'i djeg ato, pra unë do ju bëj dëm. Dhe tha, jo ne kështu e pim dhe aty mbaroi çdo gjë, ata kishin drejtë dhe unë isha gabim. Ajo ka qenë një nga situatat e mia më të vështira, sepse bëra një gjë shumë interesante, shumë bukur, por donin atë të konsumojnë atë produkt i cili ishte edhe problematik, me qumë shumë të nxehtë. Me që përmendëm Kosovën, kush e bën kafen më të mirë në të gjithë vendet e botës dhe ne shqiptarët, në çfarë vendi rënditemi? Në vitin 2012 më duket, Kosova ka marrë çmimin e parë për kapuqinon më të mirë në botë. Ka qenë një gazetare e Yahoo-s, si thonë, website-it Yahoo, e cila bëri një tur të gjatë gjithë botës dhe vendosi që në Kosovë të merrte çmimin, të jepte çmimin e parë si një nga vendet me kapuqinon më të mirë dhe më të shijshme. Pse? Dhe arsyetimi ishte kjo. E keni parasysh ne në Shqipëri ose edhe në Itali, njerëzit ose personat që punojnë brapa barit, ka gjithë secili guston e vet dhe idenë e vet. Dhe të flasim për Shqipërinë. Në Shqipëri, në një lokal ose le ta zëm Tiranën, shkon në një lokal dhe thua më bëj një cappuccino. Do të sjellin cappuccino me bustinë. Në një vend tjetër ta sjellin me tollombace, pra me fluska. Në një vend tjetër ta sjellin me qumësht të ftohtë. Në një vend tjetër ta sjellin të djegur. Në një vend tjetër ta sjellin të ftohtë. Pra ka 500 lloj cappuccinos. Por theksonte ajo zonja, nuk kam mbaj mend emrin, kërkoj ndjes, theksonte që në Kosovë, kudo që shkova, në një bar kafe, në një restorant, në një pikë karburanti, në një vend që shkruante kafe, ishin të gjitha njësoj. Dhe kjo ishte shumë interesante për një vend si Kosova të marrë një çmim të tillë. Po vendet tjera të botës si rënditen, Shqipëria i herë? Shiko, ne nuk rënditemi në asnjë vend, sepse ne kemi, siç e thash pak më parë, ne kemi problem të konsumit. Ne konsumojmë kafe me një produkt për shembull cappuccino normal për bazë. Ne jemi në vend as nuk përfillet se kemi disa lloje të këtij produkti. Pastaj, nëse do flasim për kafen, se kush është vendi me më shumë konsum, sigurisht është Finlanda. Është me 13 kg për person në vit. Ne nuk është se kemi kaq shumë konsum kafeje në Shqipëri. Ne kemi diçka tjetër. Ne kemi ndënjen më të gjatë nëpër kafe. Dhe prandaj e kam thënë shpesh këtë që kur ishim në karantinë dhe ishim të mbyllur gjithë brenda, bëra një status dhe thash përfundimisht kush është vesi që ka njeriu shqiptar? Është të pi kafe apo të dali për kafe? Dhe realisht ishte të dali për kafe. Si mund ta dallojmë ne kur
Me që jemi tek Shqipëria. Si ka ndryshuar kultura e kafes në Shqipëri ndër vite? Goxha ka ndryshuar, nuk është më siç ka qenë më përpara, më pra ka qenë një espresso ose një kafe, një macchiato, ose kafe ujë, kurse tani ka ndryshuar, tani kanë hyrë në lojë edhe kafet e ftohta, kanë hyrë në lojë kafet me shurupe, kanë hyrë në lojë disa mënyra të reja të bërjes së kafes, siç janë për shembull kemi në për lokale që mund gjejmë cold brew, mund të gjejmë V60, V60. Këto janë mënyra të bërjes së kafes ndryshe. Kemi ekspresat e ftohtë, pra freddo espresso, freddo cappuccino, kemi ice latte, kemi flat white-in pastaj në të ngrohtë, kemi cappuccino. Pra ka ndryshuar goxha, nuk është më ajo tipologji dhe ajo mënyra të konsumuarit të kafes, siç ka qenë dikur, një kafe turke, një ekspres edhe një macchiato dhe kaq. Si mund ta dallojmë ne një kafe të thjeshtë nga një kafe cilësore e mirë? Tani, një kafe e mirë do të duket automatikisht nga çmimi. Pra, nëse në një bar janë dy lloj kafesh. Njëra është me një çmim, le ta themi 80 lek, kurse tjetra është 1.2, 120 lek. Do kuptojmë që ajo që është 120 lek e ka një arsye pse. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë. Kafet cilësore gjithmonë janë më të shtrenjta. Dhe flas jo për prej vendit se ku bëhet, sepse po të shkojmë në aeroport ose po të shkojmë në për qendra tregtare, sigurisht do ta kesh kafen më të shtrenjtë. Por flasim për ambientet që kanë 2 ose 3 lloje kafesh të ndryshme dhe njëra nga ato rastisht jetë më e shtrenjtë nga të tjerat. Arsyeja është sepse kafet e shtrenjta janë kafe arabike. Dhe këto për shembull ndoshta mund të jenë një monorigin ose mund të jetë një misheluar, mund të jetë një kafe specialty, të cilat ato kafe janë shumë cilësore. Pra janë të certifikuara me atë lloj emërtimi, specialty coffee. Pra kjo është një nga mënyrat për të kuptuar se sa kafe cilësore është. Nëse lexon diku specialty coffee, atëherë do të thotë që është një kafe shumë me kualitet të lartë. Dhe këto sigurisht kanë edhe çmimin mbrapa. Okej? Për shembull, 1 kilogram kafe, le të themi, që kushton jashtë ose këtu në Shqipëri 25.000 lekë të vjetra, një kafe specialty do kushtoj 25.000 lekë të vjetra një gjysmë kilogramsh ose 300 gram. Pra aty e kuptojmë se sa cilësore janë. A mund ta dallojë një konsumator i thjesht një kafe cilësore? E kupton shumë kollaj nga mënyra se si e prezanton pronari që ka ambientin. Ose vetëm nga shija, e dallon? Nga shija po. Sigurisht kafet cilësore janë gjithmonë të athta. Nëse harrin një konsumator të kuptoj se çfarë është e athta dhe e hidhura dhe harrin ta dallojë ose ta ndajë këtë gjë, atëherë e athta është gjithmonë më cilësore. Çfarë duhet të kërkojmë kur hyjmë në një lokal dhe porosisim një kafe të mirë? Gjithmonë kafja varet tek vetë konsumatori se si e pi atë. Për shembull, unë nuk mund të hyj në një lokal dhe të them më bëj një kafe. Unë do hyj në një lokal dhe do them më bëj një kafe të shkurtër. Do ta theksoj atë gjë. Dikush që e pi kafen gjysmë filxhani, do duhet ta theksoj atë, që të ma bëj gjysmë dhe mos ma tej kalo ose mos ma bëj më të shkurtër. Sigurisht më e shkurtër gjithmonë është më e mirë, por një person që do të zgjohet, do duhet ta konsumoj atë të plot ose gjysmë filxhan. Si shpjegohet që në Shqipëri të gjithë porosisin thjesht një kafe, ndërkohë në vendet të botës porosisin cappuccino, kafe latte apo gjëra të tjera? A mendon dhe ti se ka të bëjë me çmimin? Nuk e di. Se unë mendoj që ka të bëjë me çmimin. Pra nëse një kafe bën 100 lek, 80 lek, një cappuccino do bëj automatikisht 150-180. Varësi të vendeve të ndryshme. Pastaj ka dhe një gjë që ka raste që njerëzit mësohen me kafen pa qumësht. Mësohen me atë, si ta them, me atë filxhanin e vogël përpara dhe nuk e duan ta ngatrojnë me shije të tjera, me qumësht ose me shurupe të ndryshme. Pra ka disa njerëz që i preferojnë në këtë lloj forma. Cila është tendenca më e re në botën e kafes sot? Tendenca më e re është specialty coffee. Pra kjo ka bërë ndryshimin deri diku, por ka një problem sepse po gradualisht po heq atë
titullin e espresso italiano. Pra në momentin që kemi një kafe që quhet espresso dhe ka zanafillën origjinën nga Italia si kafe, atëherë këto specialty coffee, këto e avash e eliminojnë këtë pjesë dhe po krijojmë një grup njerëzish të cilët nuk duan më atë kafen klasike, tradicionale në Italisë, espressin, por duan diçka ndryshe. Pra duan atë filxhanin të jetë i rumbullakt i madh, të ketë më shumë sasi brenda uji, të ketë më aromë, të bëjnë fotografira, të bëjnë video, pra kjo ndryshon komplet mënyrën e konsumuarit të kafes. Tani për kafen folëm boll. Tani dua të kaloj pak tek ti. Për te ekspresit të kafes, kush është Mario? Mario ja, jemi këtu sot. Ky që je. Ky që jam, i ftuar i jot. Për te kësaj mundohem të jem njëri i thjesht, me këmbë në tokë, të mos të na marrë mendja erë, dhe e para punës punoj non-stop, jam gjithë ditën aktiv, nuk e humbas kohën time për gjëra koti, gjithmonë studioj për pjesën e punës që bëj. Kam çik hobi pak motorat, aty shkarkoj energji të këqija, që thithim gjatë ditës. Një xhiro mjafton që të eliminoj disa prej tyre. Cilat janë zakonisht energjitë negative që merr gjatë punës? Atë e pash në kur më zuri dhe mua Covidi si disa njerëz të tjerë, vëra re një diçka që ndikoi shumë në çështjen dhe në shëndetin psikologjik timin, që do të thotë. Kudo që shkoja, kisha probleme. Që do të thotë vija në një lokal. Në kohën e Covidit, gjithë pronarët e lokaleve jepnin gjithsekush atë versionin e vet. S'kemi punë, s'kemi lek, kafja është e keqe, stafi nuk ashtu, vjen ai, vjen ky, pra të mbushnin me energji negative gjatë gjithë ditës, dhe kjo ndikoi për keq në shëndetin tim psikologjik atë periudhë. Dhe prandaj u mundova me ndihmën e disa ekspertëve të fushës që të eliminoja disa prej këtyre gjërave. Pra të hiqja me njanë të gjithë pjesën e negativitetit që unë merrja nga puna dhe nga profesioni që unë e kisha me kaq shumë pasion dhe me dashuri të madhe. Dhe ja harrita qëllimit, e sistemova deri diku dhe ja ku jemi sot, shëndosha mirë. Cili ka qenë momenti më i bukur i këtij rrugtimi? Momenti më i bukur i këtij udhëtimi është kur ti harrin bësh i njohur tek njerëzit, të respektojnë për punën që bën, këtu ku jemi tani bashk, pra është një nga faktorët kryesor, është udhëtimi i bukur. Pra këtu ku jam, prej udhëtimit të bukur. Pra kjo është ajo që më ka bërë që unë të vazhdoj dhe më tej, në shpërndarja e informacionit. Kjo është një gjë shumë e bukur. Kur të dëgjojnë disa njerëz që ti ke përpara dhe të dëgjojnë me vëmendje, kur ti shikon pastaj që ata njerëz që ti ke mësuar se si të bëjnë një kafe të mirë, se si të bëjnë një kafe cilësore, ata e bëjnë më tej, kjo është një nga gjërat më të bukura dhe më me si ta them, me një nuancë shumë të fortë dashurie brenda për këtë punë që bëj. Pra kjo më ka bërë që unë të vazhdoj akoma dhe më tej. Po sfida më e madhe, cila ka qenë për të arritur deri këtu ku je? Sfida më e madhe është koha. Pra ti eliminon çdo gjë dhe merresh vetëm me këtë. Pra unë në këtë rast ja marr vetëm me profesionin. Dhe koha sigurisht nuk kthehet më pas, por në fundit ka dhe një feedback pozitiv, e cila siç e shikoj dhe unë vet, kjo koha ka marrë një diçka pozitive. Pra jam këtu ku jam. Më respektojnë njerëzit dhe është një gjë shumë e bukur të respektojnë njerëzit. Dhe titulli që ti merr në jetë, do lësh diçka pas. Tani unë do doja një këshill nga ana jote për të gjithë të rinj që duan të ndërtojnë një profesion nga pasioni. Ndërtimi i pasionit ose ndërtimi i profesionit nga pasioni është ky. Pas pune. Pra, nëse ti je në punë 8 orë, atëherë
Të njëjtën gjë bëj edhe pas punës. Pasi mbyll tetorashin, mos shko të pish kafe dhe në shtëpi, por lexo, studio për punën që bën. Për atë pasion që ke. Dhe do shikojnë të gjithë frutet të cilat do të dalin më vonë dhe do jenë kaq të ëmbël dhe kaq të mirë sa kush punon pasionin e tij nuk punon asnjë ditë. Kjo është logjika. E ka thënë dikush tjetër, por ja që e përdorim edhe në ditët e sotme. Nëse bën punë pasionin, nuk punon më asnjë ditë. Pastaj je për qef. Dhe puna që unë bëj sot është kjo. Unë pi kafe për ditë dhe në fund të muajit unë paguhem. Sa bukur. Bukur. Po kafen më të mirë kush e bëjnë, femrat apo meshkujt? Kafen më të mirë e bën ai person që jep dashuri atij produkti. Nuk ka emër mashkull apo femër. Si i jep dashuri atij produkti? Dashuria është merresh me të. Pra, buzëqeshje, ti je social, të mikpresësh njerëzit, hospitality, domethënë, dhe më e rëndësishmja është që kur të vinë njerëz, ti të gëzosh. Dhe jo të kapi ankthi dhe paniku dhe thuash o bobo erdhën njerëz. Jo, të buzëqeshësh në momentin që të vinë njerëzit. Kur dikush të vjen dhe do konsumoj diçka nga duart e tua, atëherë jepi maksimumin e mundshëm të energjisë tënde pozitive atij produkti që do bësh. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Dhe prandaj kemi restorante, kafe që ndallojnë njëra nga tjetra. Me recetën një lloj, akoma dhe brenda llojit. Pra edhe në të njëjtin ambient, dy persona e bëjnë komplet ndryshe një produkt nga tjetri. Si për kafet, ashtu edhe për restorantin. Pra kjo është e gjitha se si duhet një njeri të sillet nëpërmjet që të japi energjinë pozitive. Cili është komplimenti më i madh që nuk e ke harruar, që të kanë bërë për kafen? Kam qenë në shërbim në fakt, kam qenë në një ishull të Greqisë. Komplimenti më i madh ka qenë një bakshish prej 30.000 drahmish atëherë, që të bie diku 75 euro për një buzëqeshje, sepse ishim një staf që vetëm qeshnim. Dhe ka qenë dikush nga vendet e Skandinavisë që tha të lutem, tha, një buzëqeshje, ta këtu, kjo është fatura, na lekët, të tjerat janë të tuat. Pra kjo ishte një nga gjërat më të bukura që edhe mbaj mend dhe nuk e harroj asnjëherë. Dhe kjo më ka bërë që gjithmonë të jem i qeshur dhe social në punën që kam bërë. Për të marrë bakshishe? Jo, s'ishte për bakshishin. Shiko, kur punon kamarier, asnjëherë s'punon për rrogën, për bakshish punon. Por nuk ishte shërbimi i tepëruar me ato, se të gjithë kemi ngrënë një shërbim të tepëruar. Po, patjetër. Kurse ajo ishte thjesht një fizionomi. Dhe kur dikush të thot buzëqesh një herë dhe ti buzëqesh dhe të jep një bakshish, do të thonë që ai është kënaqur me gjithë atë që ka pas përpara. Tani të kalojmë tek rubrika që do përgjigjesh për 3 sekonda. Për 3 sekonda ama. Ekspres apo cappuccino? Ekspres. Kafe në mëngjes apo pas? Espresso. Espresso. Kafe në mëngjes apo pas dita? Filloj që në mëngjes. Kafe vetëm apo me shoqëri? Vetëm edhe me shoqëri. Njërën? Vetëm. Një vend ideal për një kafe? Buzdetit. Shija më e veçantë që ke provuar? Santander, Kolombia. Një gabim që njerëzit bëjnë me kafen? Që edhe sheqer. Një person që të ka frymëzuar? Nuk kam. Një fjalë që të përshkruan? Ekspert kafe. Nëse do zgjidhje një kafe për ta përshkruar veten, cila do ishte? Nëse? Do zgjidhje një kafe për të përshkruar veten, cila do ishte? Kolombia. Bjonda apo brune? S'kam preferencë. Dit apo nat? Dit, se nata nuk ngopëm. Dit. Dit. Det apo mal? Det. Tani 3 fjalë që të përshkruajnë ty personalisht, jo si ekspert kafja. Pozitiv, social dhe nuk jam person në fakt që nuk e kam atë zmirën brenda. Pra, njeri me këmbë në tokë. Modest. Modest.
Tani unë kam një pyetje për të gjithë të ftuarit pasi mbaron intervista. Emisioni quhet Vibe. Çfarë vibe-i të dha ty emisioni Vibe? Mendoj se ky vibe ka filluar që parë dhe sigurisht jeni shumë pozitiv. O edhe një pyetje të fundit. Po. Të ka ngacmuar ndonjëherë ndokush? Për mënyrën se si bën kafe, ndonjë vajzë të afrohet, vetëm se të ka para ty banak, se ju barisat jeni pak shumë. Nuk më mbaj mend se nuk kam qenë asnjëherë i vëmendshëm te kjo pjesë. Më gënjeve pak, po s'ka gjë. Më gënjeve pak. Të gjithë i kanë këto, si i thonë, ngacmimet as nuk e vën diskutim. Do me thënë ke pas. Sigurisht kemi pas, po. Të falenderoj shumë. Ishte Shqyre mbyllëm me kaq. Jo, po nga që je i prerë, që ke shumë i prerë të pjesa e jetës personale, le ta quajmë personale është. Shiko, unë jetën personale e kam të gjithë të lidhur me punën, prandaj. Çdo moment i kohës time është i lidhur me punën. Akoma dhe ditët e diela që janë pushim, unë prap i kam të lidhura me punën. Bravo. Edhe një detaj që edhe kur shkoj me pushime, nuk më lën rehat. Je prap. Hajde, ktheu na tregon një gjë të re. Kështu që prap edhe në pushime e lidh me punën. Falenderoj shumë. Edhe për mua kënaqësi. Ja pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë të shihemi sërish nesër në orën 11 dhe mos harroni na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.